Në vende ku kanë kaluar sisteme të ndryshme politike me ambicie për zgjerime territoriale elaborate me strategji të ndryshme të strukturës demografike, internimeve politikeve diskriminuese, mbi baza etnike e religjioze, siç është lugina e Preshevës, prezenca fizike e trashëgimisë kulturore siguruar përmes pronave vakufnore është përdorur si mjet për legjitimitet politik e pozicionim identitar në memorien kolektive të popullatës përfshirë identitetin etnik dhe religios të popullatës etnike shqiptare. Nëse i referohemi dokumenteve të katastrave për vakufe, mund të themi se tradita e lënjes së pasurisë private në pronat të vakufeve nga banorët vendas, të cilët kanë kaluar në Islam, është realizuar vetëm pas gjysmës së shekullit 17. Në këtë periudhë kohore, shqiptarët dhe të tjerët me shumicë kaluan në Islam pas konsolidimit të institucioneve të Perandërisë Osmane. Prandaj rëndësia e vakufeve në kontekstin lokal në komunën e Preshevës qëndron në faktin se ato kanë shërbyer si mekanizma të zhvillimit shoqëror, arsimor dhe ekonomik. Kështu ato kanë përmbushur nevojat e komunitetit për arsim, ndihmë sociale, infrastrukturë fetare dhe mirëqenie sociale. Nuk është e tepërt se themi se vakufet kanë pasur një rol thelbësor në forcimin e kohezionit social dhe në ruajtjen e identitetit fetar në nivel lokal. Përkufizimi i vakufit në legjislaturën shtetërore. Përkufizimin në legjislacionin e shtetit të Serbisë nuk e definon në mënyrë të veçantë termin vakuf, por në vend të këtij termi përdoret një emërtim tjetër në kodin civil të legjislaturës serbe, fondacion. Në fletorën zyrtare numër 3606 është zyrtarizuar ligji për kishat dhe bashkësitë fetare në vitin 2006. Në nemin numër 1, ligji për restitucionin pranon që fondacionet, pa e përmendur termin vakuf, konsideron si subjekt që mund të ketë pasuri që është marrë pa drejtësisht dhe mund të kthehet. Pasi shteti serb nuk ka njerëzisht termin vakuf, shumë objekte që kanë të bëjnë me pronën e basisë islame, xhami, medrese, tek, bujësore, shtëpi, nganjëherë figurojnë se janë të regjistruara si fondacione islame. Me shteti formalisht nuk ka një termin vakuf, në ligjet civile përdoret fondacion ose zadushbina, si term neutral ligjor që në pamje të parë duke se e përfaqëson të njëjtin koncept. Mungesa e termit vakuf në legjislacionin juridik nuk e paraqet gjendje reale të statusit juridik të pronës së basisë islame në terren, sidomos nëse bëhet fjalë me përvojën nga e kaluara e shtetit me vakufin. E drejta mbi pronën titullarin si individ dhe institucioni i pronës është e drejtë themelore e njerëzit në shoqëri demokratike. Zëvendësimi i termit vakuf me fondacion ka shfaqur konfuzion në realizimin të drejtës historike mbi pronën e vakufit, e cila është uzurpuar, nacionalizuar, grabitur gjatë periudhave të ndryshme, që nga koha e dobësimit dhe largimit të Perandërisë Osmane nga viset ballkanike. Traktati i Akarmanit i vitit 1826, i lidhur mes Rusisë dhe Perandërisë Osmane, i ndalon muslimanëve nga ky moment të cilët nuk i takojnë garnizoneve që banojnë në Serbi dhe parashikon që pasuritë e patundshme t'i kalojnë serbëve në shërbim me qëllim që kontributet nga këto prona t'i paguhen thesarit të mbretërisë bashkë me taksën tributin e mbretërisë, e cila më vonë do të dorëzohet pronarëve legjitim. Nga ky moment e deri më tani, institucioni i vakufit konstant ka qenë në trysnitë e vendimeve të ndryshme shtetërore që e kanë ndërmuar, qetërsuar, nacionalizuar pronën vakufnore në Serbi. Natyrisht edhe në luginë Preshevës. Gjendja aktuale e vakufeve. Sipas të dhënave të institucionit përgjithës për organizimin fetar, Këshilli Basisë Islame në Preshevë, duke ju referuar regjistrimit kadastral pranë komunës së Preshevës, Basia Islame në Preshevë zotëron mbi 35 hektar prona vakuftore. Shumica e tyre hapësirave kadastrale janë pozicionuar në zonat rurale dhe përbëhen kryesisht nga fusha, të cilët mund të shfrytëzohen për kultivimin e produkteve bujqësore. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre pronave është mbuluar me pyje dhe gjendjet në rrethinat e Preshevës. Pavarësisht se një pjesë e këtyre pronave përbëhet nga hapësirat natyrore, ekzistojnë edhe disa objekte të ndërtuara mbi to, megjithatë numri i tyre si objekte afariste është shumë i vogël. Fati i pronave vakufnore gjatë historisë edhe në luginën e Preshevës ka përjetuar periudha shumë të vështira. Qëndrimi ndaj vakufeve ishte shumë armiqësor me tendencë të uzurpimit, qetërsimit dhe shkatërimit. Strategjia ishte shumë mirë e planifikuar. Duke goditur pronat vakufnore, nuk po dëmtonin thjesht vetëm pronën fizike, por në prapavi po goditej mbijetesa e trashëgimisë kulturore arkitekturore islame dhe mbijetesa fizike e organizimit të jetës fetare islame në gjeografinë e këtij regioni si pjesë unike e gjeografisë etnike dhe religioze të shqiptarëve autokton. Në betejën e ashpër ndaj identitetit etnik dhe religios të shqiptarëve të luginës së Preshevës, dëmi ishte i dyfisht.
Regjimi komunist justifikonte sulmin ndaj pronave vakufnore për shkak të qasjeve ideologjike, ndaj pozicionit të religionit në shoqërinë në njërin anë, ndërsa në anën tjetër me këto sulme direkt e minimizonte rolin dhe simbolikën e vakufëve në shërbim të rezistencës, kujtesës kolektive, vazhdimësisë historike të traditës islame për të mbrojtur identitetin etnik dhe identitetin kulturor. Në vitin 2006 është votuar një ligj në Parlamentin serb për rregullimin e statusit juridik të komuniteteve fetare. Ligji në fjalë flet për mbrojtjen dhe rikthimin e pronave të komuniteteve fetare. Të dhënat flasin se ligji për kthimin e pronës dhe për kompenzim po zbatohet pjesërisht, me zbatim selektiv të dispozitave ligjore, gjë që e ngadalëson procesin e rikthimit të pronave të komunitetit musliman. Deri më 31 dhjetor 2013, Agjencia për Restitucion u ka kthyer kishave dhe bashkësive fetare gjithsej 17.214 hektar tokë, nga të cilat një pjesë e konsiderueshme ka qenë tokë bujqësore, pyja dhe tokë ndërtimore. Po ashtu bashkësive fetare ju janë kthyer një numër i madh objektes, përkatësisht 19.970 metra katror objekte banimi, 65.775 metra katror objekte afariste, 4.593 metra katror objekte të kombinuara banesë afarizëm. Vetëm gjatë vitit 2014, Agjencia u ka kthyer kyshave dhe bashkësive fetare gjithashtu 7.163 hektar, 79 ari dhe 22 metra katror tokë, 1.518 metra katror objekte nga këto një pjesë afariste dhe një pjesë banimi. Po ku qëndron problemi? Këto statistika që figurojnë në Agjencionin për Restitucionin të Serbisë nuk tregojnë cilit komunitet fetar ju kanë kthyer pronat. Sipas të dhënave të Agjencisë për Restitucion, Basia Islame në Serbi, me Selinov Pazar dhe ajo në Beograd kanë paraqitur 34 kërkesa për kompenzim, ndërsa ajo me Selin në Beograd ka paraqitur 23. Deri më tani, zyrtarisht asnjë nga këto prona nuk i është kthyer komunitetit musliman. Shumica e këtyre rasteve janë konteste gjyqësore që zvarritën pa nevojë. Një nga arsyetimet që i përdor autoriteti shtetëror serb është kontesti juridik i zyrtaritetit institucional mes dy basive islame me Selinov i Pazar dhe Beograd. Zyrtarët e kësaj agjencie thonë se asnjë basi islame nuk ka të drejtë në pretendimet e tyre për kthimin e pronës, derisa të përfundojë procesi gjyqësor midis tyre, i cili do të përcaktonte statusin zyrtar të institucionit që përfaqëson komunitetin musliman. Ata konsiderojnë se nuk është e mundur që të dyja ta fitojnë të drejtën e kompenzimit, pasi në kohën kur prona u konfiskua ka ekzistuar vetëm një bashkësi. Mund të vlen edhe disa problematika lidhur me pronën e vakufëve në komunën e Preshevës. Një nga ato është statusi i paqartë nga ana ligjore e emërtimit të pronave të vakufit, e që në gjuhën juridike njihet si limbo juridike, thënë ndryshe një vakuum ligjor ose paqartësi ligjore pa ndajtur të përgjegjësinë e plotë të individit apo institucionit. Disa prona vakufnore emërtohen e mira vakufnore, pa emërtuar titullarin juridik të këtyre vakufeve. Ka raste kur administrimi këtyre prona në vend se t'i kalohet basisë islame, ai mbetet nën kujdesin e bashkësive lokale apo këshillave të xhamive apo xhamatit të xhamive. Disa xhami në regjistrat kadastrale figurojnë si të mira vakufnore, pa përcaktuar qartë titullarin e këtyre. Dhe në fund, në Serbi që reflektohen edhe në ligjin të Preshevës, pengesat për realizimin e kësaj të drejtë natyrore të basisë islame janë edhe të natyrës politike dhe shoqërore. Ngjashmëritë ndërfetare dhe ndëretnike në disa raste, kthimi i pronave fetare shihet si favorizim i një komuniteti të saktuar. Kjo është e vërtetuar me kthimin e pronave në komunitetit ortodoks në raport me komunitetet tjera fetare. Për çaret brenda vetë basive fetare, si rasti i ndarjes së organizimit fetar islam në Serbi, padyshim se ka ndikuar dhe është shkak i këtyre problematikave dhe në ligjin e Preshevës. Kam disa raste, por në rast të një botimi konkret, kam analizuar disa raste konkrete se kjo ambivalencë juridike se sa na ka dëmtuar neve për sa i përket të drejtës së realizimit të vakufit. Faleminderit shumë.